Drejtoria për hetimin e krimit kibernetik në Policinë e Shtetit paralajmëron qytetarët për qarkullimin e një fushate mashtruese phishing në platformën WhatsApp. Këto mesazhe paraqiten si kërkesë për votim për çmimin e parë të një burse falas në favor të një personi të afërt me dërguesin, i cili dyshohet se mund të ketë rënë më parë prej këtij mashtrimi, duke sjellë më pas përhapjen e mesazhit te kontaktet e tij. Mesazhet synojnë marrjen e kontrollit të llogarisë në aplikacionin WhatsApp, duke i drejtuar përdorësit drejt faqeve të rreme dhe duke i nxitur të vendosin kode verifikimi, të cilat përdoren nga autorët për të përvetësuar llogarinë. Policia e Shtetit ju bën thirrje qytetarëve të mos klikojnë në lidhje të dyshimta, edhe kur mesazhi ju shkon nga kontakte të njohura, të mos japin kode verifikimi, fjalkalime apo të dhëna personale, të aktivizojnë verifikimin me 2 hapa, two-step verification në aplikacionin WhatsApp, si dhe të raportojnë çdo rast të dyshimt pranë strukturave të Policisë së Shtetit. Policia e Shtetit po monitoron situatën dhe fton qytetarët të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve që ofrojnë votime, çmime apo përfitime të menjëhershme.